Gjesti një personazh mjaft i njohur i showbizit dhe këngëtar, fitues i Big Brother VIP Albania, është arrestuar ditën e djeshme në Kosovë. Për të folur mbi motivet e këtij arrestimi kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Faton, a dim se çfarë ka ndodhur realisht me Gjestin? Po, siç e thatë ajo me drejt, Gjesti është arrestuar në Prishtinë nga policia e Kosovës, të cilët i kanë konfiskuar një armë pa leje dhe me këtë rast është dërguar për 48 orë në mbajtje, siç e parashë prava e ligji. Derisa këto 48 orë do t'i shërbejnë prokurorisë për të zbardhur edhe motivin e vërtet të konfliktit që ka nisur e që përfundoi me arrestimin e Gjestit dhe për të sqaruar dhe më tutje se arma të cilën Gjesti kishte, a ishte si thua e involvuar në këtë rast apo thjesht ishte gjendur aty rastisht. Kështu që këto janë si thua detajet e parë nga arrestimi i Gjestit, i cili do të vazhdoj të qëndroj deri në erësër në pasdite, nëse prokuroria pastaj nuk do të ndërmend ndonjë mos tjetër, varet se prokuroria sigurisht do ta ndërmend një mos ose të vazhdoj paraburgimin për 30 ditë, gjë që është si thua si njëra prej mundësive reale, ose të lë të lirë Gjestin për të zhvilluar hetimet pra liri, vetëm do të ndalen dokumentacionit dhe duhet që të dorëzoj sigurisht edhe një garancian financiar, kështu që njëra prej këtyre dyja si thua pritet që t'jenë masat që do të ndërmerren deri ditën e nesërme kur edhe përfundon 48 orëshi. A kemi informacion se me kë është konfliktuar dhe cilë kanë qenë motivet e konfliktit? Po, Gjesti kishte ka pas një konflikt me një prej ish bashkëpunëtorëve të tij, që para se të futej në Big Brother, Gjesti kishte pas një kontroll, gjë që sipas tij ishte shkputur, pra, dhe një prej producentëve sipas njerëzve të afërt Gjestit ka arritë që ta shfrytëzoj, si thua, famën e tij edhe pas Big Brother, duke vazhduar të përdorë imazhin e Gjestit edhe më tutje, gjë që ka shkaktuar si thua edhe irritimin e Gjestit, i cili kishte shkuar jo vetëm mirëpo edhe me disa shokë tij me i armatosur, dhe kjo ka qenë si thua edhe arsyeja që personin fjalën për producentëve me inicialet SR, pra e ka lajmëruar policinë, të cilët e kanë arrestuar pastaj Gjestit. Pra, ka të bëj për një çështje biznesi me një ish bashkëpunëtor tim, një producent njohur, dhe sipas Gjestit ai ka arritë që ta shfrytëzoj famën e tij edhe pas daljes së Big Brotherit, gjë që sipas Gjestit kontrata vetëm ishte ndërprerë qysh me të futur në Big Brother. Gjesti është arrestuar vetëm apo ka pasur dhe persona të tjerë që janë shoqëruar? Jo, vetëm Gjesti është arrestuar, sepse vetëm Gjesti kishte pas, si thua, punë me personin fjalë, vetëm ai është denoncuar dhe ai është arrestuar edhe atij është gjendur arma, pra nuk ka se ka pas njerëz të tjerë, ata janë pyetur, mirë po nuk është se janë ndaluar ose janë marrë si të pandehur, kështu që vetëm Gjesti, sepse Gjesti kishte dashur që vetë ta sqaronte këtë punë pa i përfshirë direkt njerëz të tij, megjithëse nuk ishte i vetëm në rastin konkret, mirë po ka sipas informacioneve Gjesti ka dashur vetë për ta sqaruar këtë punë dhe prandaj përgjegjësinë gjithë ka marrë vetë, po dhe personi i cili e ka lajmëruar ka thënë që ka qenë Gjesti i cili edhe sipas tij e ka kërcënuar. Faton, sa rrezikon Gjesti me këtë ngjarje? Po, kujtojmë që sipas kodit penal të Republikës Kosovës, vetëm për mbajtje të pa autorizuar të armës ose pa leje, Gjesti mund të dënohet nga 7.500 euro deri në 5 vite burg. Pra, nga 7.500 deri në 5 vite burg, varësisht prej se sa prokurori ka material ose informacione se nëse arma është gjendur aty dhe nuk ka pas synim për të përdorur, apo edhe arma ka qenë e përfshirë, nëse hipotetikisht edhe arma
gjë që në këtë rast thuhet që nuk ka qenë kështu, po them hipotetikisht nëse arma do të ishte e përfshirë në rast, minimumi do mund të dënohet deri në 5 vite. Mirë, po në këtë rast, sipas mendimit tim dhe sipas rrethonave që janë, gjesti do të dënohet vetëm për armbajtje pa leje, diku me 7.500 euro gjob. Pastaj edhe kërcënimi që ka bërë ndaj personit, ajo është pastaj një procedurë tjetër, mirë po vetëm për këtë pjesën e armës, kështu paraqet pra ligji, pra Kodi Penal i Republikës Kosovës. Ka pasur incidente të tjera nga ana e Gjestit, pra është një personazh që ka pasur konflikte më parë? Nuk është lajmëruar më parë, sepse të kujtojmë që Gjesti nuk është se më parë ka qenë i njohur, ka qenë i njohur, mirë po jo i famshëm, kuptimin e reputacionit që ka që fitoi në Big Brother. Kështu që nuk është se ka pas Gjesti, të kujtojmë që Gjesti më parë nuk ka pas probleme sepse ka qenë i varfër. Problemet filluan të lindin te Gjesti kur u bë i pasur dhe i famshëm. Kështu që me këtë kanë lindur problemet. Me famën e tij kanë filluar të shfaqen problemet sepse është vërtet një imazh i Gjestit për dhënë para goxha të mira, dhe në këtë kuptim lindin probleme, gjë që është në rastin konkret, mirë po më parë Gjesti nuk ose ka pas probleme të kësaj natyre, ka bërë probleme të natyra tjera, të kujtojmë Gjesti i ka shfaqur ato në Big Brother që ka flet rrugëve, në një kohë ka konsumu edhe lëndë narkotike, etj. Mirë, po nuk ose ka pas probleme me njerëz, mirë po e ka pas një jetë vërtet shumë të vështirë. Pastaj pas Big Brother jeta e tij ndryshoi në mënyrë të menjëhershëm dhe kjo si thua prodhoi shumë për fama, gjeneroi shumë të ardhra të cilat pastaj edhe po lindin në problemet. Kujtojmë që edhe vllai i tij ndjer, po themi është shkak në thojza e pa famës së Gjestit, sepse Gjesti me famën e tij arriti që t'i blente një motocikletë vërtet të shtrejtë atij. Dhe shpejtësia e madhe e motocikletës ja mori jetën vllait të tij. Pastaj ky problemi tashmë që po i diskutojmë, urojmë që mos ketë më probleme, mirë po nuk kanë thënë këtë që paraja shpeshherë sjell edhe probleme. A është marrë pyetje nga policia Gjesti dhe çfarë ka deklaruar lidhur me këtë ngjarje? Është marrë, sigurisht që është marrë, ai përderisa është ndaluar, është marrë në pyetje. Ai thjesht ka thënë që nuk ka pas tendencë për ta kërcënuar, mirë po thjesht për të sqaruar dhe sipas tij personi në fjalë ka shfrytzuar reputacionin e tij. Mirë po tash edhe pala tjetër ka thënë që ka ekzistuar një kontratë valide dhe gjithçka ka qenë përputhje me kontratën. Dhe tash mbetet për të sqaruar aspekti ligjor i kësaj kontrate, se vërtet ka përfunduar apo nuk ka përfunduar dhe kush ka të drejtë në këtë rast. Të dy palët kanë dhënë versionet e tyre që i ka më lart, tash mbetet për të sqaruar. Por ajo që dihet është se ka pas një bashkëpunim mes tyre një kohë gjatë dhe personi në fjalë e konsideron veten që më meritori që Gjesti është bërë i famshëm, sepse sipas tij ai ka bërë hitet të cilat pastaj e bën Gjestin njërë, mirë po ka akuza dhe kundër akuza, mbetet për të sqaruar ditëve në vijim. Është me rëndësi shumë nesër pas ditës se çfarë vendimi do të jepet nga ana e prokurorisë për Gjestin, a do të vazhdohet paraburgimi i tij apo do të lihet në liri me detyrim paraqitje. Mbetet për të parë dhe pastaj edhe hetimi se si do të zhvillohet. Aton faleminderit shumë për gjithë informacionet që përcjellën këtu në Big Magazine. Faleminderit juve.